Kjo është pija magjike që trajton sëmundjet e zemrës. Arteriet janë ato që transportojnë gjakun e pasuruar me oksigjen në çdo pjesë të trupit. Ndaj, nëse ato mbartin pa pastërti, qarkullimi i gjakut do të ngadalësohet dhe zemra do të fillojë të shfaqë probleme. Me papastërti nënkuptojmë yndyrat të cilat veshin jo vetëm muret e zemrës, por edhe arteriet, duke shkaktuar sëmundje kardiovaskulare, njohur ndryshe si një vrasës i heshtur. Yndyrat e larta në gjak, si pasojë e një regjimi jo të rregullt të shëndetshëm ushqimor për fat të mirë, ju mund të mbani nën kontroll gjendjen tuaj nëse ndiqni një stil të shëndetshëm jetese. Veçsa ju mund të përgatisni gjithashtu pije magjike që jo vetëm pastrojnë arteriet nga yndyra, por do të përshpejtojnë edhe qarkullimin e gjakut. Përbërësit: 4 limon, 4 thelbi hudhër xhenxhefil, 2 litra ujë dhe prisni limonin në copa të vogla, vendosini përbërësit përveç ujit në shtrydhse, hidheni masën e përfituar në një tas të thellë, në një tenxhere zjeni 2 litra ujë dhe më pas hidheni masën e përgatitur më parë, e lini të ftohet dhe konsumoni